Këto janë 4 shenjat e horoskopit për të cilat shëndeti është pasuria më e madhe. Për një gafore, shëndeti mendor nuk është vetëm i rëndësishëm, por është thelbi i ekzistencës së tyre. Gaforet përqafojnë anën e tyre emocionale dhe kuptojnë vlerën e kujdesit për mirëqenien e tyre mendore, dhe gaforet përpiqen që të japin prioritet kujdesit për veten, të mbajnë një ekuilibër të shëndetshëm emocional, që është më e rëndësishmja, dhe shumë gafore mund t'i gjesh duke lexuar libra për vetëndihmë, përmirësim, për vetë motivim, apo duke shkruar në një blog, në një ditar mbi ndjenjat, mbi emocionet e tyre, apo edhe duke marrë pjesë në seanca të ndryshme të terapisë. Virgjëreshat, të cilat njihen për vëmendjen e tyre ndaj detajeve dhe prirjet perfeksioniste që kanë, i zgjerojnë këto tipare me ruajtjen e shëndetit të tyre mendor, dhe besojnë në ndarjen e ditës tyre në detyra të menaxhueshme, duke reduktuar kështu gjasat e stresit edhe të ankthit. Virgjëreshat e dinë se ushqyerja e mendjes është një detyrë që kërkon po aq shumë saktësi dhe zell sa edhe çdo punë tjetër. Për peshoret, ekuilibri nuk është thjesht një koncept, është një mënyrë jetese, dhe peshoret e vlerësojnë shëndetin e tyre mendor dhe vazhdimisht punojnë për ta mbajtur për ta mbajtur mendjen e tyre po aq harmonike dhe në një simfoni të akorduar në një mënyrë perfekte, saqë mbajnë edhe balancën e gjëra të tjera të jetës së tyre. Dhe shumë peshore mund t'i gjeni duke bërë biseda të hapura rreth shëndetit mendor, në rrjetet sociale, në biseda mes mish, në punë kolektiv, dhe për një peshore një mendje shëndosh vlen më shumë se sa një, nuk e di, një enë ari për shembull. Dhe shenja e fundit është shenja e bricjapit. Në pamje të parë, duket sikur bricjapët janë vetëm punë dhe as pak shef, as pak argëtim dhe as pak loj, me atë ambicin e tyre për të arritur sa më lart. Megjithatë, në prapasken bricjapët japin rëndësi shëndetit të tyre mendor, normalisht, po aq sa edhe qëllimeve të tyre profesionale që kanë, dhe bricjapi gjithashtu e shikojnë që ruajtja në një mendje të shëndosh apo e shëndetit mendor ndihmon shumë edhe në arritjen e qëllimeve të tyre profesionale apo punëve dhe ambicieve të tyre. Kështu që shpesh mund të gjeni bricjapët që të kënaqen me një ecje në natyrë, me një shëtitje në këmbë, po qoftë edhe me makinë apo me biçikletë, me ndonjë automjet, por edhe duke u angazhuar në aktivitete terapeutike, apo duke praktikuar fokusin për të rimbushur ato bateritë e tyre mendore.